Profesor Borshi, në sa duket misioria fundit, kjo sot me Vorin, apo jo? Po, misioria fundit para neshës me kampionatin, një test për të dy ekipet, një test që e kam thënë edhe misioria tjera që rezultati ka pak rëndësi, pasi dona me po edhe me kuptu formën e gjithë secilit lojtar. Dhe çfarë pas sot konkretisht? Po, mendoj që shumica lojtarëve kanë ardhur në formën e durën, thjesht problemi është te këto lojtarë që janë bashku pak me vonesë, që besoj që për punë javësh do të rikuperojnë plotësisht dhe do të jenë më afër grupit. Profesor, është gati skuadra për fillimin e kampionatit? Po. Mendoj që është gati edhe është gati me përballu një sezon që mendoj që është më i vështirë se i vjeshmi. Megjithatë sot ishin dy pamje, një vllazni pjesës së parë, më themi pozitive, por e dyta ndryshoi negativisht. Po, e thash që është neshë misore që shërben me po formën e gjithë secilit lojtar, ne bëme ndrime në pjesën e parë pothuajse 80% të ekipit. Thash ka akoma lojtarë që janë bashku me vonesë edhe siç dihet që kanë bërë pushime pak më të gjata, por po punojnë intensivisht për më kthy në formën e tyre më të mirë. Është skuadra kompletuar apo presim ndonjë lojtar tjetër? Mendoj që skuadra është e kompletuar. Presim me në bashku sonte edhe një portier. Edhe deri në momentet e fundit besoj që po pati një surprizë. Po 90% mendoj që është e mbyllur. Me që prekit portierin, sot vlerësimi pozitive për Aron Jukajn, për pjesën e parë. Po, ka bo një neshje të mirë, ka nevojë më rrit prap më shumë. Mendoj që edhe ardha e portierit 3 ka me rrit edhe Aronin, edhe konkurrenca ka me bo punën e vet që mu përmirësu secili. Një kampionat që nis në Shkodër me vllaznia Skënderbeu. Besoj që të gjithë ju prisni fitoren, debatimin me fitoren në këtë kampionat. Po, mendoj me bo më të mirën para tifozërisë tonë në Shkodër, por jo vetëm në Shkodër, edhe neshjen e Rallës, edhe çdo neshje që na pret deri në fundin e sezonit, pasi thash që është një kampionat shumë i vështirë si një. Borshi, kur mund ta kemi gati sulmuesin senegalez? Thash është bashku me vonesë, ka vetëm 4-5 ditë stërvitje. Them që në javën e 2-3 mendoj që mund të jetë gati me ju bashku grupit plot. Lajmi më mirë është dalën stërvitje e Kastratit. Po, merkato e vllaznisë është edhe Lerim Kastrati. Ardhja e tij në formën më të mirë është një plus për vllaznin, pasi dihen vlerat e tij edhe duhet ta falenderoj për sakrificën e madhe që ka bërë, sepse ka bërë sakrificë edhe për vllaznin, edhe për qytetin, edhe për vetin, sepse ka 2-3 muaj që ai djali stërvitet në Serbi, bën stërvitje 6 shtator në ditë, edhe po me u shtu këtu edhe dhimbjeve të operacionit që dihet se si janë, duhet të theksoj edhe që ka dash me bëj një sakrificë me him e lut ashtu, me gjurë të vram, me ligament të kputun, ka dash me bëj sakrificë edhe është rast për të vlerësu, është një djalë i rrallë, është një djalë me vlera, për ekipin e vllaznisë është vlerë shtu me thash, edhe nuk ka nevojë me i bë reklam Kastratit, po duhet ta falenderoj për përkushtimin që ka. Mund të them që është djalë shkodran me plot gojë. Profesor thatë me herët prisin një portier, por në opinionin mediatik thuhet vllaznia pret një emër big. Po, është portieri kombëtarës së Moldavisë. Ka në shkruar dhe mendoj që sonde më rrinë në Shkodër. Faleminderit. Faleminderit.